Spektakli u mbyll, dritat e shtëpisë më të famshme u fikën dhe Big Brother VIP Kosova 4 përfundoi zyrtarisht këtë të premte. Por, ndonse publiku ishte i përqendruar te finalja dhe shpallja e fituesit, prapaskenat duket se rezervuan një histori tjetër, po aq intriguese sa vetë formati. Në qendër të vëmendjes këtë herë janë dy opinionistët e edicionit, Olta Gixhari dhe Leonora Jakupi. Gjatë gjithë sezonit, ato ndan panelin dhe komentuan dinamikat e lojës, duke ruajtur në ekran një raport korrekt dhe profesional. Megjithatë, burimet të vëmendshme dhe detajet të vogla sugjeronin se harmonia mes tyre nuk ishte gjithmonë aq perfekte sa dukej. Në fillim të spektaklit, dyshja u shfaq shumë e afërt, madje u pan duke u përgatitur së bashku për netët e para të Prime Hit, duke krijuar përshtypjen e një miqësie të re dhe premtuese. Me kalimin e javëve, shikuesit më të vëmendshëm vunë re një distancë të lehtë dhe një tension të heshtur, i cili nuk u artikulua kurrë publikisht. Finalja e madhe solli edhe sinjalin më të qartë. Ditën e së premtes, Leonora Jakupi hoqi nga lista e ndjekjeve në Instagram Olta Gixharin. Fillimisht, Olta vijonte ta ndiqte këngëtaren, por pas përfundimit zyrtar të spektaklit, reagimi ishte i menjëhershëm, edhe ajo e hoqi Leonorën nga rrjetet sociale. Ky veprim i dyanshëm sugjeron një përçarje të heshtur, të menaxhuar larg kamerave dhe deklaratave publike. Për Oltën, situata nuk është e panjohur, pasi edhe në edicionin e kaluar pati raporte të tensionuara me një tjetër koleg paneli. Tashmë mbetet për t'u parë nëse ndonjëra prej tyre do të vendosë të flasë dhe të zbulojë arsyen e vërtet pas këtij ftohjeje. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.